Ditën e sotme, ish banorja e Big Brother VIP Albania e njëkohësisht këngëtarja, Krusita është futur live në një lidhje telefonike në fan club, aty ku ndodhej Kristi Lamaj, personi më i afërt me të në shtëpi me të cilin u përfol për një lidhje romantike. Të dy zhvilluan një bisede live në studio, duke shprehur hapur ndjenjat e tyre për njëri tjetrin, e madje duke vënë pikat mbi raportin e tyre. Biseda mes tyre në studio, përmes një lidhje telefonike. Kristi Lamaj, nuk kam frikë të refuzohem. Nuk kam dashur të luaj me ndjenjat në BBV, të bëj lojë çiftesh. Unë kam qenë i qartë, më ka interesuar që Krusita të ishte e qartë. Krusita, desha të pyes Kristin, si është? Nuk kam pasur mundësi të komunikojmë. Krusita, unë fillimisht që mos të bëj seriozen, je i vetmi njeri që Arjan Konomi ka folur mirë. Më ka marrë malli. Patjetër që do të takohemi. Krusita, mendoj që përjashtimi nuk e fshin fare rrugën që bëre brenda, ishe personazh që ke lënë gjurmët e tua. Për te gjithçka e çdo eksperiencë ka një arsye. Jashtë të presin shumë njerëz që të kanë mbështetur. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.